Mirë, kthehemi pjesë dytë pas një bisede pjesë e parë shumë interesante që nuk ndaloi. Sigurisht folëm për efektet pozitive, të papriturat, etj. Po, flasim pak për rrisjet. Sigurisht kur flasim për rrisjet, mendja e parë Elna na shkon tek shëndeti. Pa diskutim. Se përveç se kemi dermatologjinë klinike, ne kemi dhe dermatologjinë estetike që ka evoluar me ritme shumë shpejta. Çfarë ndodh te dermatologjia estetike? Ajo që ne shohim më shumë janë disa aparatura që kanë hyrë në treg, dhe janë aparatura që nga ato më të thjeshtat, ku neve thjesht vendosim fytyrën dhe kemi bëhet analiza e digjitale e lëkurës. Fiks me këto aparatura ne shikojmë njollat, shikojmë rezatimin diellor si kanë ndikuar, poret, pigmentimet, gjithë ato strukturat e lëkurës që normalisht kur vjen te mjeku dermatolog dhe ne me sy të lirë nuk arrim të shikojmë. Por ama, si thot Mandi që jemi shoqëri konsumi, kjo ka një impakt shumë të madh te pacienti. Po këto aparatura problemi është që përdoren nga njerëz basa dhe jo të fushës, të cilët e përdorin për arsyet e tyre për të shitur produktet apo për të transformuar në mënyrë të tillë. Ama duhet marrim dhe anën pozitive që në dermatologjinë estetike kjo ka ndikuar në ritme shumë pozitive, pasi ne kemi ato imazhet para pas. Ku duam të arrim me ndërhyrjet tona estetike? Pra a inteligjenca artificiale arrin të projektojë Kjo është e qëllimi. Themin pasojat e ndërhyrjes? Përveç se pasojat, ajo të sugjeron një protokoll të personalizuar, domethënë me tiparet që ka secili nga individët, çfarë produkte, çfarë procedura, çfarë ritme dhe çfarë trajtimesh që duhet përdorësh për të arritur rezultatin që ajo fiks ta jep dhe ti e sheh pamjen tënde. Si je dhe shikon si do jesh. Ku do shkosh? Kjo në një farë mënyrë është një gjë pozitive, por ama duhet parë dhe anët tjetër negative varet kush i përdor këtë aparaturë. Prandaj mendoj që këtu do të jetë aparatura që të përdoren nga mjekët specialistë të fushës. Jo çdo njeri duhet ta ketë aftësinë për të pasur në dorë një aparaturë të tillë. Dhe kjo na fut përveç se ideja që duhet ta fusim në kurrikul rrezik inteligjencë artificiale. Patjetër. Me sa duket, shumë shpejt. Jo vetëm, domethënë ajo që është më e rëndësishme është programimi si logjik. Programimi si logjik, domethënë se si funksionon algoritmi i inteligjencës artificiale. Si funksionon inteligjenca artificiale, që çdo individ të kuptojë, domethënë, se si kemi dalë në këtë konkluzion, edhe si ta testoj këtë përgjigje që i dha inteligjenca artificiale. Jo ta marri, si thamë në ato raste që edhe mund gaboj, jo ta marri themi bruto siç e merr nga inteligjenca artificiale. Kjo edukimi është do jetë i lloj si alfabeti, themi, edukimi i programimit, themi si logjik programimi, jo si kodim. Armand, ku po na çon kjo? Sepse, për shembull, po shikoja... Unë po mendoj, po ndërpresi çik Stockholm në botën metaverse. Po vazhdo, ne po jetojmë sot në një botë metaverse. Sepse aty desha dalë, te bota metaverse. Për shembull, po shikoja që po dalin këto syze e reja, Ray-Ban të Metas, që ti vetëm me një lëvizje të dorës apo të gishtit ti arrin të komandosh dhe ndërkohë në syrin tënd projektohen imazhe të caktuara, të vendodhes kutia apo të identifikosh. Pra ato që ne kemi parë në filmin fantastiko-shkencor. Pra le të flasim për një gjë që del këto syze duke dalin diku në janar 2026, dalin në është e ngjashme me ato të Google Glass që ishin krijuar, por janë krijuar përpara. Patjetër, më të azhurnuar, më të shpiksi i iPhone-it, ndërkohë që është shkëputur nga iPhone etj, ka kriju kompaninë e vet si Mira Murati dhe ai do dali me një pajisje tjetër që do të na heqë nga timi nga epoka e iPhone-it, do na fusin në një epokë tjetër, një pajisje që s'ka nevojë fare, ndoshta edhe të lëvizim duart e gishtat. Pra le të themi po ecet me një shpejtësi kaq të madhe në këtë, si e quhet të 4.0? 5.0 e tha. Është dhe 6.0. Ka përshtypje që do jemi dhe 10.0 me një ritëm shumë të shpejt. Pa ku po shkojmë? Unë mendoj edhe gjithmonë që kam suportuar gjithmonë teknologjinë inteligjencë artificiale, po zhvillohet në mënyrë progresive, vazhdimisht. Domethënë unë ndihem hiperaktiv për këtë. Ndihem shumë i lumtur. Pse? E tha Florenci që nuk është magjistar, unë e quaj magjistar. Pse? Se po zgjidh shumë punë. Domethënë është instrument shumë i rëndësishëm për të gjithë ne, për të zgjidhur problematika në çdo sektor. Domethënë sigurisht ka dhe side efekte, se unë shikoj për shembull kryesisht ka side efektet, pjesa shëndetësore. Shikojmë sot fëmijët, domethënë ose të vegjël që gjithkohon rrinë në tablet. Ajo ka qenë para inteligjencës artificiale. E dyta duke shkaktuar për shembull sigurisht duke shkaktuar probleme oftalmologjike ose probleme optike, shfaqje e patologjisë së miopisë. E problematika të shikuar nga larg. Ka dhe probleme tjera të në të folur në... Problematik tjetër është probleme introvertizmi. Sot ne po jetojmë me shokun ton digital. Jo, bile në njëherë ti nuk e kupton, ka problem fëmia, apo kemi problem ne që nuk kuptojmë fëmijën? Për ta kuptuar fëmijën është shumë kollaj. Mjafton ti heqësh, mjafton ti heqësh. Unë kam përshtypjen që ky brez po rritet në një tjetër botë komunikimi që rrezik me njëri tjetrin, ata merren vesh shumë mirë, thjesht ne
Patjetër që kjo... Ne nuk po i kuptojmë më, pra ka një kod tjetër komunikimi që Nëse mund të ndërhyjë, Mandi është i star i inteligjencës artificiale dhe teknologjisë, patjetër që dhe ne jemi me inovacionin, po pasionin e tillë se kemi. Për fat mirë apo të keq, por jemi më racional. Ne që studiojmë politikë dhe jemi në analizë politike, bëhemi pak më racionale për komunikim publik, pikërisht. Por ajo që po ndodh sot se jam futur pak tek fusha e psikologjisë sociale, më pëlqen edhe po studioj për këtë, është që janë rrethanat sot në të cilat dhe zhvillimi i fëmijëve, por edhe vetë mënyra stili jetesës, reaksioni, sjellja psikologjike, janë të gjitha normalisht të përshtatura me ambientin ku ne po jetojmë. Ne jemi të rrethuar kudo me teknologji, ne flem me celular te koka krevatit. Pra introvert. Absolutisht. Jo introvert, po më shumë jemi kthyer në vartës. Pra ne jemi të varur nga teknologjia. Ne përjetojmë ankth, përjetojmë ingranohemi, patjetër. Po ingranohemi kur nuk kemi celularin, mendoj që shumica nga ne përjetojmë këtë ankthin e brendshëm që më mungon diçka. Unë kam për shkak, me thënë vërtet, nuk e di kështu, po unë kam për shkak të punës, me thënë vërtet. Po disa për shkak të punës, disa për shkak të papunësisë. Po disa për shkak edhe të se s'kan punë, po unë e kam për shkak punës, po kam frikë që për tjerë dhe për brezat e rinj, për fëmijët e vegjël është... Po kam përshë përkërjon një gap shumë të madh komunikativ midis brezave që normalisht nuk janë dhe aq të largët moshë. Por qëndron ajo që thoni ju që ndoshta ne flasim sot për humanoidët. Nëse ne kemi pasur, Arseta, ne kemi pasur gap me gjyshrit tanë, dhe më të vogël me prindërit tanë, unë mendoj që fëmijët tanë kanë të njëjtin gap me ne siç kemi pasur ne me gjyshrit tanë. Dhe këtu në këtë është një lloj logjike vazhduese. Këto unë shikoj me shqetësim, ë? Jo, po në këtë pikë ne duhet jemi të zgjuar, duhet jemi smart që ne të kuptojmë dhe të përshtatemi me gjuhën e komunikimit të fëmijës. Po ajo që është më problematik janë anomalit. Po jo, janë anomalit problematika. Po unë këtu e kam pikpyetjen, Arsena, ne më duket se ajo që po anomalia është autizmi, domethënë anomalia është problemi zhvillimor, anomalia është transfuzioni i sjelljes. Sot janë shumë më zhvilluar. Unë këto kam pyetje. Ajo është tjetër gjë. Ajo që ne duket anomali, për ata është një normalitet. Është i vazhdimësi, ato e kanë marrë gati këtë që i kemi lanë. Jo, po mjekësia sot, mjekësia nuk ka evoluar aq shumë sa ta konsideroj këtë si avantazh. Domethënë deri në këto kushte që është mjekësia, autizmin apo këto problematikat e fëmijëve të shikon si disavantazh shumë të madh në shoqëri. Mjekësia e ndan autizmin nga behaviori. Nga behaviori, sepse si kesh një behavior caktuar nuk do të thotë që ke autizëm. Pikërisht. Kjo është, prandaj them që... Por ideja është, unë e kam të behavior, pra që ti e shikon që kanë një sjellje caktuar, një komunikim, për shembull ti e shikon me njëri tjetrin, ka ata janë okay. Kur futen komunikim me ty, pastaj diçka këtu është gepi gjeneratave. Këtu është gepi gjeneratave. Rritesh me inteligjencë artificiale, të rish me teknologjinë, sigurisht që ato do e kundërshtojnë brezin që jemi ne. Se ato përshtaten me njëri tjetrin, ato bashkëjetojnë me inteligjencën artificiale. Po, kjo krijon një problem atë. Për ne në radhë parë. Po patjetër që... Për ne në radhë parë. Kjo pra është ajo që folëm që duhet të rregullu faza që jemi, them është fazë testuese e inteligjencës artificiale. Po më çfarë kosto inxhinier? Po është me domethënë folëm që Bashkimi Evropian po fillon me këto ligjet. Amerika nuk ka filluar akoma. Bashkimi Evropian u kritikua sepse me këto ligje që ka vendosur është shumë vështirë që të futesh në treg. Sigurisht. Po, edhe domethënë është kritikuar që thonë jeni të parët në sanksione dhe të fundit në inovacion. Sepse nëse do fillojmë që ta pengojmë, pengojmë inovacionin. Po si mund ta pengojmë? Ky është problemi, se krijohet një legjislacion për të penguar. Problemi më i madh që ka inteligjenca artificiale sot, që flasim, ne flasim për output-e që na jep, por nuk flasim që këto output-e që na jep neve mund t'jenë shkel mira drejta autori, me dhënat që ai ka gjeneruar. Ky është problemi kryesor dhe ndaj po shumë shtete akoma nuk po nxjerrin ligje, sepse që kjo inteligjencë artificiale na japin e përgjigjen e duhur, duhet të trajnohet me shumë dhëna. Që këto dhëna, shumë nga këto dhëna janë dhëna që ato i kanë marrë duke shkel drejtat e autorit. Sot kemi gjyqje, për shembull OpenAI është në gjyq me Disney për gjenerimin e Darth Vaderit. Për problemi, problemi Florencë, për shembull, dakord, ne po flasim për legjislacione apo procedura, se si mund. Problemi është që nuk ka gjë konkrete se si mund ta filtrojmë, si mund ta kufizojmë ose të krijojmë ato legjislacion që të kufizojë. Kam një pyetje tjetër, nëse atë që unë e përmenda në mënyrë kështu
të përcipt si një dije globale. Nëse ne duam të arrim një dije globale, arrim do duke kufizuar? Po në arsim, për shembull, kjo është shumë problematike. Duke rregulluar. Shohim sot që të gjithë punimet në përgjithësi mbështeten mbi inteligjencën artificiale dhe bëhet shumë e vështirë që ti të mbrosh pronësinë intelektuale. Por Bashkimi Evropian dhe në Europë në përgjithësi gjenerojnë ligje shumë të mira, apo edhe në botë, të cilat janë kundër vjedhjes autorësisë, vjedhjes intellectual property. Dhe në Shqipëri patjetër që ne ajo që do bëjmë është do të adaptojmë ligjet e BE-s dhe do t'i parafrojmë me ligjet tona. Pra ne nuk mund të jemi si vend në zhvillim të prodhojmë vetë ligje për të shmangur plagjaturën apo vjedhjen e pronësisë intelektuale. Dhe në arsim, jo nuk është e pamundur, sepse sot ka platforma të cilat po ndërtohen, që njësoj si ne dikur para 5 ose 10 vitesh se e bëra shumë larg, gjurmonim plagjaturën nëpërmjet sistemeve. Sot do detektohet edhe inteligjenca artificiale aq sa mund të detektohet, sepse siç e tha Florenci është shumë komplekse për t'u bërë. Po të paktën të ruajmë atë që disa njerëz nuk kanë pronë financiare, por e vetmja pronë që kanë është pronësia intelektuale. Me që mora këtë, se mund kujtojtë kur kam mbaruar masterin në Cardiff para shumë vitesh, para 15 vjetësh, me teme me ato tutorin e profesorit që më dishte dizeracionin tim, ta mu dha mos u lot të çështja e metodologjisë. Po merr tha 10 punët më të mira për këtë temë që ti ke zgjedhur në bibliotekën, në universitetit, është ndiq metodologjinë që se metodologjia ta është diçka që nuk është se njëra e ka ndryshe nga tjetër. Dhe nuk quhet ta kopim nëse ti ndjek metodologjinë e atyre. A e ndan dot këtë inteligjencë artificiale? Besoj që e ndan, patjetër që e ndan, sepse nëse ti përdor metodologjinë, por kontenti dhe literatura është unike, pra ti ke ndjekur linjën tënde, qasjen tënde, analizën tënde, mendoj që mund të detektohet. Deri diku ta përcakton dhe mënyrën se si ti shkon. E keni vënë re që edhe ChatGPT-ja ka gjuhë. Pra është gjuhë, shenja piksimit, mënyra, renditja, gjuha. Nëse do arritë të detektohet, kjo do ishte shumë pozitive, me do të paktën në fushën e arsimit. Kjo pjesa Koli, për shembull fjala vjen, ne përmendëm që ka avantazh në arsim, domethënë po ta shikojmë para shumë kohësh në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, mësohesh anatomia gjethofaqe, ishte shumë e vështirë, sot i ke anatomi digjitale, që do thotë një student i ri në Fakultetin e Mjekësisë duket sikur futet në një dhomë kirurgjikale virtuale. Që do thotë është një anë pozitive. Kurse ana tjetër, për shembull, në pjesën e gjenerimit të eseve, për shembull fjala vjen, marrim një rast shumë interesant për batut, sikur 10 studentëve apo 10 gjimnazistëve të thuash, më bëj një esej mu. I fusin gjithë ChatGPT, të gjithë. Studentët po kopjojnë, studentët po kopjojnë me ChatGPT, e kupton se ka bërë. Studentët po kopjojnë me ChatGPT. Po pra, okej, te mjekësia, unë mendoj që mjekësia mund tjetë më, sepse gjithë jemi të ndjeshëm të mjekësia. Pak më kontroluar, po ama dermatologjia është bërë pak edhe një disiplinë që është, po themi, pak më e përhapur dhe po mendohet që po preket nga të tërë. Po mendoj që ka hapësirë dhe mund të rregullohet edhe tek mjekësia, sepse mjekësia mendojnë që për shkak të sensibilitetit që ka, sot ne kemi 10 lazera në klinikë, sepse çdo gjë ka filluar është bërë me lazer, dhe ajo ka një lloj dhe lazerat ka një lloj informacioni. Unë kam programe për çdo lloj procedure që unë do të bëj. Unë infuz të dhënat, po them aparatit. Pra që ajo e memorizon një temë, një ndërhyrje apo një konstatim të mëparshëm. Po njëkohësisht ka dhe vetë programet e veta që unë i përshtas në varësi të pacientit. Edhe kjo gjëja ka një lloj digitalizimi, sepse dikur ne i kishim gjitha manuale, tani ne i kemi të programuara. Pra ma ju keni një protokoll caktuar apo jo që do s'do edhe makina inteligjente që ju përdorni ka të bëjmë me interpretimin, ajo që thamë që në fillim e respekton, po nuk e di nëse kjo mund bëhet me rregulla për çdo fushë, kjo pastaj është, kjo më duket pak Armand është entuziast që jo, nuk mund mos ketë rregulla. Për javë unë vetëm aspektet beneficiare. Do të thënë 90%, 95% inteligjencë artificiale, patjetër, pra po. Unë ngrita një shqetësim përpara 1 ose 2 javësh, duke qenë se jam në prag të një botimive të shkrimeve poetike dhe të publicistikës. Ngrita një shqetësim edhe bëra tagë dhe gjithë shtëpitë botuese në Shqipëri, e di që është e vështirë për të menaxhuar, po sot ka një skandal shumë të madh. Botime poetike, që në fund të ditës poezia s'ka pse të afektohet nga inteligjenca artificiale, ajo është shpirtërore, ajo ndjet është filozofi, patjetër, dhe ky është skandal i madh. Botosh libra
me ChatGPT. Botosh libra letrar, libra filozofik, që në fund të ditës kapse të fute artistik në këtë thel, po themi. Se kërkimi shkencor, e kemi bë inteligencë artificiale, po tani, si do veprojnë shtëpit botuese, duhet strategjikisht, e gjeneron, një gjë kështu universale. E gjeneron, Armand. Nuk ka inteligjencën emocionale. E gjeneron. Si e dim ne është e pamundur. Si e dim ne kur ajo arrin, shiko, se duhet bim dakord për një gjë. Pastaj nëse themi që edhe majmunët janë inteligjenca e njerëzit, ky është diskutim tjetër. Fali sekond. Po ne themi që inteligjenca, pra logjika, analiza, krahasimi dhe përfundimi, logjika automatike, nuk janë gjëra automatike, janë gjëra njerëzore. Nëse këtë ja njohim si veçori edhe ChatGPT-s apo inteligjencës artificiale, se përdora një term, një aplikacion caktuar. Ku e dim ne që kjo nesër nuk kopjon ndjesitë? Është e pamundur. Është e pamundur sepse inteligjenca artificiale kopjon mënyrën e komunikimit. Është më e rrezikshme se ta kopjon. Ta kopjon, arrin të bëjë një lloj kopimi të idejave tua. Dhe sigurisht ajo e nxjerr një libër, në momentin që ajo nxjerr një libër, nxjerr një poezi. Nxjerr poezinë me ndjesi, me filozofi brenda. Një piktori për shembull, dakord jam. Dhe këtu është roli i institucionit që duhet ndërmarrë masat e duhura për ta parandaluar këtë fenomen. Nuk kupton. Dhe kjo duhet rregullohet me ligj. Këtu jemi prapë te baza legislative. Se do kalojmë dhe çikë diella. Mos ta mbyllim pa diella. Në një piktori, nëse do kesh një piktor të talentuar në telaj me emocione dhe ndjenja, është një piktur origjinale që duhet që është bërë nga dikush që e ka shprehur, kurse me inteligjencë artificiale të bësh një piktur është nonsens. E ke provuar? Nëse mund të vetëm një gjë. Mund të bësh dhe piktur, mund të bësh dhe video. Çfarë ndodh me pikturë? Të gjenerosh foto domethënë jo vetëm pikturë, po mund të thush për shembull me emocione dhe ndjenja. Krijimtaria njerëzore ka shpikur dhe gjëra banale. Një banane ngjitur me skot. Inteligjenca artificiale është krijuar nga inteligjenca natyrale. Se disa u duket inteligjenca nuk prodhon gjëra më të bukura se kaq. Nëse mund të them një detaj. Ja një sekondë arsye. Disa i thonë për shembull, ua si ka mundësi inteligjenca artificiale po na zëvendëson. Ajo është logjikshme që është e pamundur zëvendësoj, por në mënyrë indirekte, se ne japim triggerin për shembull. A është e mundur që të kesh një doktoresh dermatologe si Elna AI? Nonsens, se punën që bën doktoresh Elna nuk e bën një doktor dermatolog digital. Dakord me ty, po kur nesër unë jemi friksuar vetë sepse mund zëvendëson kollaj, domethënë. Jo, dakord. Unë kam përshtypjen që ajo një moment i zëvendëson të gjithë. Asgjë nuk do zëvendësoj. Moment që ai zëvendëson të gjithë, momentin që prevalon interesi ekonomik. Sepse unë mbaj mend që për shembull një televizion në Shqipëri e tentoi ta bënte vuri një speaker virtuale, e pari se funksiononte dhe iku se hyn dhe arsye të tjera, kur estetike të tjera. Po si mund ta japi një gazetar digital pa emocione? Ja pra, kush është dallimi? Ta jep një gazetar nëse është nga Kina. Ja të ta analizojmë çik këtë. Ta jap unë shembullin. Si mund ta japi një televizioni qendror kinez? Po. Pra, se ata një kanë, vetëm që e kanë me ja 250 kanale, po produkti është i njëjtë. Po. Një nga edicionet... është mungesa emocionit dhe ndjenjeve pra, sepse ku mund gjëmë një gazetar digital të ashtë t'japi, po marim rastin për shembull e diellës e Po Armand, nuk e percepton publiku. E percepton. Publiku, jo, nuk e percepton. Një gazetar, ose... Po përderisa blen librin, do të thotë që nuk e percepton. Naturale, e jep emocionin, ndilajmin me emocion me ndjenja. Sot po, ky brezi që sot është 5 vjeç, nesër është 15. Si tash je ti për shembull, fjala vjen ti është Sokol inteligjencë artificiale. Kush e shikon me shumë entuziazëm emisionin nëse ti desh inteligjencë artificiale. Ti nuk do shikosh një tjetër, por një brez që rritet me atë. Është e pamundur shikohet. Gjithmonë një gazetar, një moderator, një mjek, do të po marrim rastin e podosmekës, një gazetar normal e jep emocion, lajmin me emocion. Ermand, do të ndryshoj njëjtë siç ka ndryshuar sot stilistika e jetesës, stili i jetesës, stili i komunikimit. Ne sot bashkëjetojmë me teknologjinë, zëre se kjo ka ekzistuar me shekujve e me vite. Jemi bashkëjetojmë me teknologjinë. Bashkëjetojmë dhe ata, fëmijët tanë, brezat që vinë, do të bashkëjetojnë me këtë